U miratua në maj të vitit 2024 në Këshillin Bashkiak Durrës, por ende sot vendimi për parkimin me pagesë të automjeteve në rrugët dhe sheshet kryesore të qytetit bregdetar nuk është konkretizuar. Megjithse në 3 nga parkimet kryesore të qytetit, tek shëtitoria Taulantja, Muzeu i Dëshmorëve dhe Pallati i Sportit, është instaluar trau që kontrollon hyrje-daljen nga parkimi, procesin nuk është finalizuar. Kur bashkia prezantoi 2 vite më parë propozimin për ndarjen e qytetit në 2 zona të administrimit të parkimit me pagesë, A dhe B, tarifat respektive, si dhe ditët e oraret e parkimit me pagesë, parkimin për rezidentët e të tjerë, u mendua se projekti do të konkretizohej së shpejti, por në realitet krejt e kundërta ka ndodhur dhe projekti ka mbetur vetëm në letra. Ja si e shpjegon nënkryetari i bashkisë Gentian Kallmi vonesat për zbatimin e projektit. Ka përfunduar në vitin 2025 sipas procedurave ligjore dhe marrëveshja me 2 operatorë të telefonisë mobile, të cilët do ofrojnë softwarein dhe shërbimin për arktimin e vlerave të pagesës së qytetarëve nëpërmjet shërbimit SMS. Kjo është situata aktuale. Jemi në përfundim dhe shumë shpejt do zhvillojmë procedurën e prokurimit për sinjalistikën e nevojshme. Gjatë shpjegimit të dhënë nënkryetari renditi dhe vështirësitë për konkretizimin e kësaj nisme, por pa dhënë një afat konkret se kur institucioni i qeverisjes vendore planifikon të përmbyllë këtë proces që 2 vite më parë kaloi me shpejtësi për miratim në Këshillin Bashkiak. Marrëveshja me operatorët nuk është e lehtë. Sinjalistika nuk është e lehtë, vendosja e trarëve të parkimit kërkon afatet e veta ligjore. Dhe në përfundim edhe përzgjedhja e bankës nivelit 2 ka kohën e vet në bazë të legjislacionit fuqi. Projekti i bashkisë për parkimin e ndan Durrësin në 2 zona administrimi. Zona A përfshin vendodhjet me ngarkesën më të madhe, me ndërveprime intensive tregtare, financiare, institucionale apo sociale, ndërsa zona B përfshin zonat ku mbizotrojnë shkëmbime tregtare, financiare e institucionale me intensitet mesatar. Ndërkohë rezidentët që banojnë në zonat ku do të aplikohet parkimi automjeteve me pagesë nuk do të tarifohen.